Ka startuar në Korçë edicioni i 30 i festivalit ndërkombëtar Netët Korçare të Poezisë, një ngjarje kulturore që prej 3 dekadash mbledh poet, shkrimtar dhe dashamirës të letërsisë nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës. Përgjatë datave 30 dhe 31 maj, qyteti i Serenatave është kthyer në një skenë të poezisë, ku përveç emrave të njohur të letërsisë, vend të veçantë zënë edhe talentet e reja. Poetja dhe antarja e jurisë, Rita Petro, vlerësoi rolin që ky festival ka luajtur ndër vite në bashkimin e poetëve nga të gjitha trevat shqiptare dhe nga vende të ndryshme të botës. Netët Korçare i bashkojnë të gjithë. Bashkojnë poetën nga gjithë trevat shqiptare, normal edhe poet nga zëra poetik nga bota. Dhe kjo është një gjë e jashtëzakonshme në këtë qytet kaq të bukur, kaq të pastër, që të bën të pastër dhe shpirtërisht. Kështu që jam shumë e emocionuar për sot, më kam ftuar edhe si poete laureate, do të marr fjalën time këtu, dhe ndër kaq kam edhe një mision tjetër që të zbulojmë talentet e reja. Kështu që unë jam tek juria që do të zbulojmë dhe që do t'japim 3 çmime për të rinj të cilët shkruajnë poezi dhe ata që ne i kemi quajtur zërat poetik të së ardhmes. Petro u shpreh surprizuar nga cilësia e krijimeve të paraqitura në konkursin për të rinj, duke theksuar se shumë prej tyre janë gjimnazistë që kanë sjellë poezi me nivel të lartë artistik. Kanë ardhur poezi shumë të mira, nuk ma ka pritur mendja se ata janë shumë të rinj, dhe me sa më thanë, shumica janë edhe nga gjimnazistë. Kështu që dhe lexova poezi vërtet shumë të mira. Unë jam dhe nga ato që do doja t'i jepja çmim gjithëve, por që 3 janë zgjedhur dhe që e rëndësishme është që të marrin çmim ata të cilët kanë diçka më të veçantë se të tjerë. Pavarësisht se përfshirja ishte shumë dinjitoze. Ky edicion shënon 30 vjetorin e themelimit të festivalit nga poeti i ndjerë Skënder Rusi. Drejtoresha e Bibliotekës Publike, Thimi Mitko, Jorida Tollkuçi, tha se festivali vijon të mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme letrare në vend. Si çdo fund maj në Korçë, e cila shndërrohet në kryeqytetin e lirikës korçare, ne festojmë festivalin ndërkombëtar të poetëve dhe autorëve Netët Korçare të Poezisë. Këtë vit është një jubile. Është 30 vjetori i themelimit të festivalit nga organizatori i saj Skënder Rusi. Një nga risitë e këtij viti është konkursi për zërat e rinj poetik, organizuar nga Biblioteka Thimi Mitko dhe Qendra Rinore, ku do të vlerësohen 3 autorët më premtues. Një nga risitë më të bukura të këtij festivali do të jetë edhe pjesëmarrja e zërave të rinj poetik, ku Biblioteka Publike Thimi Mitko në bashkëpunim me Qendrën Rinore ka organizuar një konkurs poetik për të rinjt, në të cilin do të shpallen 3 fitues, 3 zëra të rinj poetik premtues. Në programin e festivalit përfshihen recitime poetike në gjuhë tamtare të autorëve pjesëmarrës, panele letrare, diskutime mbi krijimtarinë e poetëve të njohur shqiptar dhe të huaj, si dhe ceremonia tradicionale e mbjelljes së pemës së poezisë në lëndinën e poetëve. Edicioni i 30 i Netëve Korçare të Poezisë zhvillohet në frymën e vargjeve të Azdrenit, duke vijuar traditën e promovimit të poezisë dhe dialogut kulturor në qytetin e Korçës.